Një tjetër skandal në zemër të Tiranës, ku ligji duket se zbatohet vetëm në letër. Kreu i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, Rigers Sheqeri, është pezulluar nga detyra me vendim të gjykatës së Tiranës pas kërkesës së prokurorisë në ndyshimin për shpërdorim detyre. Në të njëjtën çështje përfshihet edhe juristi i institucionit. Gjithçka nisi nga një kallëzim i një subjekti privat që denuncoi punime të paligjshme në pronën e tij. Verifikimet zbuluan një fakt të thjeshtë, por tronditës. Ndërtimi ishte kryer pa leje. Inspektorët e konstatuan shkeljen, mbajtën proces verbal dhe më pas heshtje. Sipas prokurorisë, kryeinspektori, i mbështetur nga juristi, vendosi të mbyllë çështjen në kundërshtim me ligjin. Asnjë gjob, asnjë pezullim punimesh, asnjë prishje ndërtimi. Pra ligji u pa dhe u injorua. Ndërkohë, ekspertiza teknike konfirmon se kompania kishte ngritur një strukturë betonarme pa asnjë leje ndërtimi, një shkelje e qartë që në çdo rast tjetër do të sillte masa të menjëhershme. Por jo këtu. Prokuroria thotë se ekzistojnë prova të mjaftueshme për shpërdorim detyre në bashkëpunim, ndërsa për ndërtuesin janë kërkuar masa sigurimi, përfshirë ndalimin e daljes jashtë shtetit. Mesazhi, nëse ke lidhjet e duhura, ndërtimi pa leje mund të kalojë pa pasoja. Ndërsa qytetarët përballen me gjoba dhe prishje për çdo shkelje të vogël, në nivele më të larta, ligji duket se negociohet. Një tjetër rast që ngre pyetjen e vjetër: kush e mbron territorin nga vetë mbrojtësit e tij?